realisht, dhe çfarë do të më thotë rënja e numrit të tyre të votave, do të thënë humbja e pushtetit të cilin e kanë pasur. Këto parti me ata njerëz e kanë humbur pushtetin dhe me të njëjtë njerëz nuk mund të kthesh pushtet. Është ligji i njohur të cilin e ka bërë kulturë popullata gjermane, që thot ai i cili ka shkatruar diçka nuk i besohet korrigjimi i saj. Pra nuk kemi pse i besojmë të korrigjojë një problem dikujt që e ka shkaktuar. Dhe tash për shembull, nëse i referohemi konkretisht tri partive që i përmendë, një pjesë e madhe e dhëçeve të këtyre të parave kanë votuar për marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi, ku i është dhënë tokë Kosovës një shteti tjetër. Pra si mund t'i besohet ty në njerëzve që këta janë në gjendje tash ta riparojnë atë problem të cilin vetja ka shkaktuar Kosovës. Faktikisht në dorë në zemër, populli i Kosovës nuk është se ka shumë alternativa për të votuar. Dhe kur bën analizën e një kryetari të një partie shtetformuese siç ka qenë LDK-ja, i cili deklaron që në qoftë se vjen një presion nga një lider i madh botëror dhe thotë që veriu nuk është veri, nuk është tokë e Kosovës, domethënë sikur ja bën në sy që unë jam ai i duhuri dhe në qoftë se ti ushtron pak diktat ndaj meje, dhe po të jem unë në postin e kryeministrit, unë e lëshoj domethënë veriun. Unë jam ai i cili e rregulloj veriun në këtë formë. Pra, shikoje metamorfozën e lidhjes demokratike të Kosovës se ku ka shkuar. Kryetari i saj do nuk është në linjën e asaj mendimi dhe asaj mbrojtje të mençur, të urtë, jashtëzakonisht luftarake të presidentit Ibrahim Rugova, të tërësisë të tokës, të tërësisë së territorit të Kosovës. Në ndyrë, në qoftë se i shkrim Partinë Demokratike, ajo për mendimin tim është një parti shumë e vështirë për të drejtuar dhe për të nxjerrë më të mirën prej saj, për arsye se disa figura kryesore të saj janë ish-komandantë të luftës dhe janë të papërshtatshëm për të udhëhequr. Dhe në këtë drejtim ata kanë zgjedhur Bedrihanxhën si një teknokrat i dëshmuar në Bankën Qendrore të Kosovës dhe në një mandat sa ishte ministri i financave, por që la shumë për të dëshiruar në udhëheqjen e komunës së Mitrovicës Veriore. Pra ju po thoni që derisa nuk drejtoj dot një komunë, nuk drejton dot një shtet. Kjo tash probleme dhe atij shtohet barra edhe e drejtimit të Partisë Demokratike në të cilën komandantët e saj, ish-komandantët ushtarak janë jashtëzakonisht të vështirë për të menaxhuar dhe për të drejtuar. Kjo do të thotë se ky është një pushtet i deleguar tek Bedrihanxha dhe nuk ka garancion që do të jetë më e mira për Kosovën. Pra kryetari komanduar në pritje të asaj që do ndodh në Hag. Po, ajo që penalizon edhe Aleancën për Armërinë e Kosovës dhe kryeministrin Haradinaj është përvoja që ka pasur Kosova në qeverisjen me të. Në qoftë se i referohemi domethënë të gjitha mandatet që ka drejtuar ai, skandalet dhe korrupsioni ka qenë një problem i theksuar i qeverisjes së tij dhe duke përjashtuar për shembull rezistencën e tij në atë që u organizua sa ishte kryeminist ndarja ose korrigjimi i kofive, aty mund të jap populli një lloj merite, ndikimit të tij. Edhe në këtë moment ka marrë disa kredite sepse Isa Mustafa për ushtrinë, ndërkohë që në Hag gjatë dëshmive doli emri i tij për bashkëpunimin me